Pyetja që bëra unë bushat është krejt ndryshe nga çka ndodhur deri tani, ku ka marrë flamurin partia maggioranza për SPAK-un e gjithë, bëri të kundërtën. Ngrit kartonat pse dolët kundër drejtësisë, e kështë pyetja që bëra unë. Ti tani, çfarë ke për këtë? Rastin konkret, se në Tani, ky është lajmi i parë i ditës sot. Po. Pra ne kemi kaluar nga një qëndrimi Edi Ramës dhe Partisë Socialiste, që çdo imunitet që të na vijë do ta japim, në një qëndrim që e gjykojmë ne e japim as se japim. Dhe në këtë kuptim, për mu kjo është përplasja e parë reale midis, se unë s'tem më Partisë Socialiste, se ato skalionet e Ramës janë, pra midis Edi Ramës edhe SPAK-ut, e para. E dyta që do thosha, kjo është nga përplasjet e ralla, Rama ka qenë deri diku i përgëdhelur i perëndimit i europianëve e tjerë. Sot i pam gjithë reagimet. Ky është lajmi i dytë, që do me thënë, unë jam bashkohem me shumë nga vrejtjet e Ramës për SPAK-un, pavarësisht se Rama i thot tani. SPAK-u është represiv, SPAK-u të burgos kot, SPAK-u përdoret si mash pa prova, SPAK-u i denigron njerëzit para se t'i siguroj gjykime tjere tjere. Po, këto i kemi thënë janë debate të përhershme. Problemi është që ndërkombëtarët kanë vendosur, kjo SPAK-u është histori suksesi. Dhe këtu, kjo e ka vënë Ramën përballë me europianët, le të themi, sepse Amerika... Jo, kam pyetje këtë. Kam dhe sinkronin. Atere, pse ndodh kjo dhe në çfarë gjendje jemi? Dje Edi Rama në kryesit Partisë Socialiste i është drejtuar atyre derdimenve atje kush ndel kundër unë e sakatoj. Këtu as mos gjykon. Se kam që vetë në grupë, nuk është përdorur kjo. Jo në grupë, në kryesi. E kupton? Dhe ka pas gjithmonë një gjutë, nesër nuk du as njeri kundra. Ka guxu Elisa e shkret flasi, ik moj ti thot se ti e një null, unë të bëj ministre, unë të shkarkoj dhe si jap llogari asnjërit. Pra ka pas një nervozizëm që Ramës i duheshin këto vota. Dhe mendoj unë që kjo është gjëja që mund t'ja vlej të diskutojmë. A ka thyerje midis Ramës dhe SPAK-ut? A ka element tjerë që janë futur në mes dhe kanë ndryshuar lojën? Pyetje retorike janë këto. Po pra, po që ja vlen që ta diskutojmë. Për mua ka një thyerje. Pse ka ardhur kjo thyerje, kush është futur në mes? A kemi një SPAK të drejtë sot? Se të thash, unë kur e dëgjova Ramën të fliste në grup parlamentar, për ato paraburgimet Rama ka drejtë. Pavarësisht se mund të ketë pas dhe vetë. Përgjegjësi për para kur thoshte burg e të tjerë. Për prezumimin e pafajësisë ka drejtë. Edhe për faktin që një njeri që akuzohet për pabarazin tendera të paraburgoset dhe të ri një vit e gjysmë në burg sa të vi gjykimi, edhe këtë ka drejtë. Por ama ne, ky SPAK shu ka vepruar me gjithë. Pra, dhe kjo në risjell ke pyetja, pse nuk është merakos Partia Socialiste dhe Edi Rama kur ky SPAK ishte po kaq represiv me gjithë dynjan? Kjo na bën të vim prap, kthemi ke pyetja, çfarë ka ndodhur që janë thyer? Presti Amerika tha dje, përveçtu ambasadave këtu se ti me që merresh me punë të Amerikës më shumë nga ne. Shiko tani, e thamë edhe pak më përpara. Gjermania do surprizoj në qoftë se sot parlamenti do surprizoj në raport me paralajmërimet e veta, në qoftë se parlamenti do merrte vendim për heqjen e imunitetit. Gjermania ka rreth një muaj që kur ka ministri për Evropën e Gjermanisë këtu, pastaj McAllister që është kryetari i komisionit jashtë në Parlamentin Evropian, gjerman gjithashtu, që ka kërkuar që kjo gjë të vazhdojë, mos pengohet drejtësia, se me atë gjuhë flasin ata. Dhe ata konsiderojnë pengim kur ti merr një vendim që janë vështirëson punën e hetimit penal. Qëndrimi gjerman, qëndrimi i Këshillit të Evropës, në të nxehtë, se kjo është e reja. Delegacioni BE ka vënë në reaguar këshillit. Po më ka folë sot, patjetër. Këshilli, jo. Komisioni Evropian. Komision. Komisioni, jo Këshilli. Komisioni Evropian, thash.
në të nxehtë, brenda ditës, brenda orës, po desha. Dhe me thënë, kaq të vëmendshëm, kaq atent kanë qenë, në pritje të këtij votimi, sa që bile paka shumë dhe e kanë ditur, se ata kanë njerëz Ishte publike, nuk e është kanë ditur, pra nuk u vonuan asnjë orë për të shprehur, për t'i thënë Shqipërisë që ne nuk jemi dakord, kush di me lexu, pastaj nuk jemi dakord me këtë që ju keni bërë. Rama mori dhe me edukat, siç duhet në këtë nivel komunikimi, u shpjegoj atyre se nuk është ashtu, por është kështu. Problemi e di cili është. Këtu vendimin e marrin evropianët për ne, jo ne për Evropën. Këtu hyjmë apo s'hyjmë ne në Bashkimin Evropian, ti mund vesh objektiv në vitin 2027, 2028, 2030, ti mund shpallësh që busulla jo nuk ndryshon, vendimin të hysh apo nuk hysh, Në ta marrin ata. e marrin ata mbi Por bazë kemi jo të momentja. retorikës. Okej, ne s'kemi se vendosim ne. Por ka një moment të cilën ne duhet ta konsiderojmë. Ata mund na marrin me zorën në Bashkimin Evropian për çfarë po ndodh në botë, Dakor. jo vetëm ne, po gjithë Unë po Ballkanin, themi gjë. ta marrin me zorë, ta futin Themi aty, gjë të funit, sepse rendi botror Dakor. është bërë Ata tjetër. po. Ka rënë rendi vjetër. Po, ja po themi. Është rendi i ri. Ky mund të ishte një pesh. ata rregullat pastaj këtu. Ky mund të ishte, Duket do ta marrin. ky mund të ishte një peshqesh. Se heq imunitetin. Ky mund të ishte një peshqesh për ne. Do ishte e mirë që Shqipëria ta shërbej vetë pranimin BE, por do të hyjmë për arsye gjeopolitike është e njëjta gjë, rëndësitë ka të shkojnë. Pra përfundimisht ju mendoni që mund të ndikojë Po, precia një sekondë, unë kam- mund të ndikojë kjo ngjarje të negociatat me Bashkimin Evropian? Po, unë them kështu që një gjë duhet ta mendojnë mirë njerëzit që kanë marrë përsipër të bëjnë politikën në Shqipëri ose që udhëheqin politikën duke qenë shumicë. Evropa nuk prishet. Nuk prishet. Nuk prishet Evropa thotë. Jo, se ka një Duket sikur është prishur pak Evropa. ka një kështu një shpresë të vogël. Ti mendon që duket mirë Evropa kështu? Nuk prishet. Nuk prishet. Nuk prishet, po them. Primo nuk bie Evropa se nuk është duk njëri Nuk Gjermaninë edhe prishet. Francën. Bashkimi Evropian nuk prishet, sepse prishja e Bashkimit Evropian mund të jepte një justifikim edhe për lëvizjet që po bëhen tani. Se ti mos e ke nuk prishet ashtu siç prishet njeriu. Me ka 25 karrike. Jo si prishet njeriu. Po se Prisja prishet e rregullohesh prap. Prishja BE-s. Mund të shërbente si një justifikim, zotë Ylli, që ne mirë ishim, po u prish BE dhe s'kemi që bëjmë. Mos mendoje kush se do prishet Bashkimi Evropian. Nuk vë prishet Do thuat, ja. prishet, jo. Tani Lajmi i mirë. Ylli, një vështrim, po përpiqem të analizoj edhe atë sa do zoti Bushati me drejt skepticizmin ndaj SPAK-ut, që është e artikulon e pasherë. Po ajo çka unë E ka zbut SPAK. isha në gjykat te krimet e rënda, si avokat si punë, dhe ishtë bëshin protestat. Se duhet ta Jo, po e kemi një pyetje për protestën tani. Një sekond. Protestën thua ti. Një sekond. Bëshin dy protesta. Bëshin banorët e Rjollit dhe to të Durrësit. Me shumë drejt, nuk ju detajeve s'kan drejt. Dy protesta qytetarësh që protestonin para SPAK-ut. I shikoja dhe shduan këta këtu të SPAK-u.